Sezoni i ri i Ligës Unike nisi me 2 takime të grupit A, ku spikati debutimi me fitore i kampionëve në fuqi të vllazënimit. Skuadra nga Kosova mundi të durrës ekipin vendas me rezultatin 96-81. Gjakovarët treguan gjithë potencialin e tyre që në periudhën e parë, të cilën e mbyllën 28-23. Ndërsa në periudhën e dytë thjesht e thelluan edhe më shumë avantazhin ndaj Teutos. Vllazënimi shkoi në pushim me 11 pikë diferencë në raport me bregdetarët. Megjithëse zotët e shtëpisë u përpoqën shumë në periudhën e tretë, ulën ndjeshëm madje edhe diferencat, por sërish u mundën 22-11 dhe ky trend vazhdoi edhe në çerekorshin e fundit, kur skuadra nga Kosova fitoi gjithashtu 25-22 dhe gjithë takimin me 15 pikë avantazh. Për skuadrën dursake, shënuesi më i mirë rezultoi Elian Memçaj me 23 pikë, ndërsa për vllaznimin e Gjakovës, Jerry Kolhelams me 21 pikë. Në sfidën tjetër të grupit A, luajtur në Tiranë, Besliria kampione e Shqipërisë nisi mbar edicionin e ri të Ligës Unike, duke mundur Borën e Prishtinës 98-70, në një takim të cilin lezjanët e dominuan nga fillimi deri në fund. Në fund pjesës parë, diferencat nuk ishin shumë të mëdha, vetëm 4 pikë. Mirëpo periudha e tretë dhe sidomos e katërta krijuan diferenca të rëndësishme, ndaj në fund të takimit avantazhi Beslidhes u mbyll me 18 pikë. Në grupin B bëjnë pjesë Vllaznia e Shkodrës, Apolonia e Fierit si dhe 2 skuadrat e Kosovës, Ylli dhe Peja, ndeshjet e para të cilave u shtyn. Pas fazës së grupeve, Final Four i këtij edicioni në Ligën Unike do të mbahet në Shqipëri në 18 dhe 19 mars të vitit të ardhshëm.